Drejtoria vendore e Policisë Lezhë ka bërë publike zhvillimin e 24 orëve të fundit në lidhje me rendin dhe sigurinë publike. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Lezhë ndaluan shtetasin AZ 41 vjeç banues në Kurbin, pasi gjykata e Lezhës e ka dënuar me 4 vite burgim për veprën penale kultivimi i bimëve narkotike kryer në bashkëpunim. Sipas policisë, në vitin 2024, ai në bashkëpunim me shtetas të tjerë kishin kultivuar rreth 1900 bimë narkotike në fshatin Shesh në Mirdit. Bimët u asgjësuan në kuadër të planit operacional kombëtar të kuduar territori pastër, po ashtu shërbimet e policisë referuan materiale në prokurori dhe nisi procedimi penal për disa shtetas. LN, 33 vjeç, banues në Balltre, i cili dyshohet se për motive të dobta është konfliktuar verbalisht me roje në një vend parkimi në pronësi të bashkisë dhe më pas ka dëmtuar qëllimisht me automjet traun e hyrje daljes. NP për veprën penale, ndërtimi i paligjshëm, dhe DP 36 vjeç dhe MP 34 vjeç, banues në fshatin Torovic, të cilët dyshohet se kishin goditur me grushte dhe me sende të forta një 29 vjeçar për motive të dobta. Ndërkohë shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal ndaj shtetasit FN, i cili dyshohet se është konfliktuar për motive pronësie me shtetasin GK. Në fushën e sigurisë rrugore, policia rrugore procedoi penalisht shtetasin AG 50 vjeç, pasi nuk i është bindur urdhrit të policisë për të ndaluar automjetin. Pas verifikimeve rezultoi se ai e drejtonte mjetin në gjendje të dehur. Materialet procedurale për të gjithë rastet janë referuar prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme.